Kandidatët për deputet të Lëvizjes Socialiste për Integrim Agron Çela dhe Nora Malaj takuan në një mjedis më shumë miqësor se formal banorët dhe mbështetësit e LSI-s të rajonit numër 4 në qytetin e Shkodrës. Kandidatët Çela dhe Malaj premtuan mbështetje maksimale për qytetarët, sidomos për punësimin, veçanërisht të grave. Ata theksuan se klasa aktuale politike ka punuar vetëm për vete, ndërsa investimet e bëra në infrastrukturë qëndrojnë, por rëndësi më të madhe ka standardi jetesës. Unë pranova të jem kandidat për deputet, të pas parasysh se në Shkodër, në qytetin tem, kam shumë dashamirës, kam shumë njerëz që më shtesin, kam shumë miq, cilët domethënë kërkojnë realisht rotacionin, kërkojnë ndryshimin, besoj që edhe unë gjeta kohën, edhe momentin e duhun, të jem pjesë e këtij rotacion, cilin e presim marrë shumë shpejt. Nuk doni vetëm rrugë, nuk doni vetëm ndryshime, po doni shumë e shumë tjera, si që janë shkollat, si që janë spitalet, si që janë punësimi i cili është pjesa kryesore e qytetit tonë. Unë këte ka marrë përsipër të bëj për Shkodrën, për qytetin tem. Ti krijoj mundësi për punësim të gjithë këtyne trejave dhe trive. Unë njeh shumë këtu, qeni, shumë, jashtëzakonisht shumë njeh. Edhe e di se kanë shkolla, e di se kanë marru mastra, por realisht nuk e gjejnë derën hap. Nuk e gjejnë derën hap për të një arsye. Pse? Edhe ato pushtetarë, edhe ato njerëz që kanë qenë deri sot, edhe vazhdojnë edhe pak ditë jenë deputet. E di mirë, ato kanë rrethu rreth vetes një grusht vogël. Një grusht vogël ku të gjithë ato kanë punu edhe kanë menu vetëm për familjet e veta edhe njerëzit e vet. Për një gjë premtoj për zonjat që janë këtu. Në qoftë se kryefjala e LSI-s është punësimi, unë do t'i shtoj dhe një ndajshtim. Punësimi i vajzave dhe grave do jetë kryefjala e kryefjalës në Shkodër. Ndaj unë them që numri 26 ka brenda dashuri, përpjekje, kujdesje, kontrat me ju dhe zgjidhjen e problemit për qytetarin. Vlera më e madhe e të gjithë kësaj fushate që po bëjmë së bashku është që në radhë të parë kemi dhënë mundësinë që të edukojmë çdo politikan për t'i treguar. Nuk ka nevojë tani të shtroni rrugë. Nuk ka nevojë të çoni as ujësjellsa. Duhet ta bëni këtë për 4 vjet kur merrni mandate. Populli i Shkodrës ka nevojë të dëgjojë dhe të zgjidhen hallet kryesore të tij. Qytetarët e pranishëm në këtë takim premtuan se të mbështetur nga familjar, të afërm dhe miq, me 23 qershor do i drejtohen kutive të votimit për të votuar kandidatët Agron Çela dhe Nora Malaj. Uroj Gonçelën, ashtu si ka punu gjithë jetën e tij për biznesin, me punusat shumë, për me zjarr jo vetëm Gonçelën deputet, po edhe Nora Malën, mësuesen e respektueshme. Shtron Sali Berisha rruga, thet bana kaq kilometra, bana aq kilometra. Ata njerëz familjar që s'kan bukë me çute shtëpia, nuk i shohin kam ka ecin në rrugë, se thonë çfarë bëjnë njerëzit në shtëpi. Prandaj, Nora Malaj, Gonçela, LSI-ja është prioriteti për shtresën tonë. Me entuziazëm dhe shpresë, banorët e rajonit numër 4 të qytetit shprehen besimin dhe mbështetjen që për në parlamentin shqiptar, LSI Shkodër të përfaqësohet me 2 deputet, Agron Çelën dhe Nora Malaj.